Na dalin dy pyetje. Pyetja e parë është 36 vjet shqiptarët kaluan nga një e keqe në një më të keqe, keqe më keq, keqe më keq, keqe më keq. Dhe shpopullimi që ka ndodhur të vend është rast unik. Nga duke marrë vitin 90 dhe deri në vitin 2013, me ato hopet e mëdha, siç është rasti i fundit vitit 90, 91, 90, 92 që filloi një eksod që njerëzit shpëtonin nga ferri. Pastaj ai kalvari i vizave që sillte trafikimin e vizave, skafet etj etj. Dhe më pas u kriju një lloj stabiliteti vitet 2000, u kriju një lloj kështu ekuilibri midis hyrje daljeve, dhe sidomos 2010 kur u bë liberalizimi i vizave, shqiptarët morën lavdrime për faktin se kishin respektuar regjimin e vizave, që kjo tregon që nuk po abuzonin me marrë vizë dhe të ikshin tash, mos ktheheshin, por respektojnë ato fatin 3 mujor etj etj. Kemi pastaj shpopullimin e 2014-s, që fillon masivisht, që solli 1 milion tiku. Dhe po ta shohësh jetën e shqiptarëve nga viti 90 deri në 2026, në 36 vjet, ne vetëm vuajtëm si popull. Nuk pam jetë mirë. Të vjedhur çdo ditë më shumë. Natyrisht në mes të këtij kaosi kishte edhe ato oscilacione të mëdha, që njerëzit gjenin veten, kishte edhe një ktheheshje në Shqipëri dhe donin grinin dhe punonin. Ndërkohë që në një moment vite ajo krasitë qeveritare etj etj. Dhe ne dim që në 2014 deri në 2026 u ndosh një procedurë për t'ia bërë të pamundur jetën çdo shqiptari për të menduar se ja vlen të jetosh në Shqipëri. Dhe njerëzit ikshin edhe më tepër për të ardhurën e fëmijëve dhe ishin edhe drejtor bankash me 9.000 euro në muaj rrok. Dhe kjo tregonte që ky vend u bë i pajetueshëm. Tani ky dëshpërim lidhej shumë ngushtë dhe me vetveten. Një popull i paaft për të reaguar, një popull që gjithkohës bëte të kundër asaj që ishte dobishme për të. Dhe mbi të gjithë një popull i korruptuar në shpirt. Dhe ky popull i korruptuar në shpirt ishte i korruptuar në çdo marrëdhënie. Në nepotizmin e tij personal, kam një mik e marr në telefon dhe ma zgjidh hallin duke shkelur ligjin, se hallin do ta zgjidhësh në rrugë ligjore. Po kur rruga ligjore s'funksionon, çfarë do bësh? Do shkelësh ligjin. Domethënë, njerëzit po ti shohësh në gjithë këtë lloj 36 vjeçari, ikshin nga mëkati në mëkat, nga e keqja në të keqe. Dhe po të kapësh me breza, brezi i prindërve të mi është brezi shqiptar i cili u mori pjesë në prishjen e kishtave dhe xhamiave. Dhe në një regjim që ushqente ujkun më të keq njeriut, jetoj në një botë hipokrite, ku e keqja sundonte të mirën, pavarësisht njerëzve që përpiqeshin shumë raste pafund, të ishin të mirë prap vetë sistemi i çonte të keqes. Po ama ishte edhe bashkëfajtor në gjithë sistem. Marrën vitet 90, njerëzit futën para në piramida, përfshin në 97, po mos harrojmë që brezi im, si gjenerat, ishte ai brez që i dha dorën i trafikanti femrash që rrëmbente i vajzë, e përdhunojshin 7-8 veta ke vaska, e lishin ujë ftohtë aty, pastaj e ditë vetë ke semaforia. Ne jepshim dorën këtij personit. Jepshim dorën dhe ky njeri bësh deputet, bësh oligark sotshëm, po ta përdoresh si term nga këto të PD-s, unë të kam thënë s'ka oligark Rama, vetëm Zara ka, dhe të përkohshëm i konsideron. Po gjithë këta njerëz u bën rëndësishëm, u bën drejtor televizionit, pronar, u bën biznesmen fuqishëm, kishin hotele, kishin servise, çfarë s'kishin këta të gjithë. Dhe ne i respektonim këta njerëz. Para se kishin qenë të dyra. Dhe ne pikërisht duke respektuar ishim mëkatar. Dhe ne na iku një jetë. Po të shohësh, ne jemi brezi i humbur. Unë jam 56 vjeç. 36 vjet është koha më e rëndësishme e jetës. Unë vetë kam jetuar shumë mirë, kam gëzuar jetën në mënyrë unike, do thoja po, si brez, po ta shohësh një brez i humbur. Ne jemi një brez i humbur. Dhe jemi të humbur dhe për shkak të mëkatit ton, të sjelljes ton, të kompromiseve tona, të pislokut ku jetuam dhe u bëm pis me të dhe jetuam me të. Tani çështja është ky brez i ri. Këta që kanë lidhur mas 90-s. Tani nëse ne që lidhëm komunizëm dhe ne që dhe ata brezat si për nesh që lidhen prap komunizëm dhe këta që kanë jetuar në një botë të sklevrish, ne kemi marrë përgjigje nga librat e shenjtë. Kur Mojsiu mori popullin e Izraelit për ta çuar nga populli sklav drejt popullit të jetojë i lirë, pra kjo është fabula biblike, po hy analizave skatologjike të tjera. Ne dim shumë mirë që librat e shenjtë na mësuan që njerëzit linin sklavëri do jetojnë sklavëri, nuk do jetojnë kur lirin, sepse kanë mentalitet sklavi. Kanë frikë nga liria. Jetë e tyre do tranquillia. Dhe nuk e din ç'është mbi gjithë, dhe nuk e din sepse është diçka e re për ta që nuk e njohin. Është ai koncepti i filmit Django Unchained, që është ky gjermani që po i mëson një skllav i lirin.
ja mëson lirin dhe ndërkohë përballë ka vënë një personazh që është Shabat Goi, që është Samuel L. Jackson, që është shërbëtori i shtëpisë, që është më i keq nga të gjithë. Ai është personazhi përkatës i skllavërisë, se si ai e menaxhon pushtetin, duke qenë njëri sklav. Hajde Wilson, përshëndetje shpendin. Si dhe, përshëndetje pamirëse. Se pa, se vje me vonesë. Me mua A, me ishte ty me ishte? mua. Ky shkaku i vonesës. Jo tani, po ti mund të ishte me mua tani kur unë jam këtu me ty. O zoti i madh. Jo, i vonesës, ai vonesë. I vonesës, tash, i vonesës. Se i thamë 10 njerëz. Një koment vlla. Në qoftë nuk e ka fshirë Bleda, nuk e di ku është ky tipi. Po. Aurel Caka thot për mua mos dil miku im, s'ta kam nevojën. Shiko, nuk e di kur u bëm miq bashk, këto nuk kam miq që s'm ka nevojën. Këto miq kam nevojën, kam nevojën edhe për dashurinë. Por ta thash vlla, unë dal dhe për veten time edhe për njëri tjetër. Ti vlla do më kujtosh kur të vinte biznesi, të ta marrin biznesin, të përndjekën atje në diaspor ku mund t'jesh, të nxjin jetën, do trokasesh në përdyer dhe nuk kam për të ngelur asnjë që të hapi. Ty ta shtof Zotit mirën, jepi drejtim vlla, mos i pash nevojë asnjënit. Por siç nuk të them unë ty, bëj ç'të duash, mos më thuaj edhe mua mos dil fare, se unë dal për veten time. Podcastin e kam marrë për veten time, në politik du me u fut për veten time, në protest dal për veten time. Kjo është ajo gjë që shqetëson ty dhe shumë të tjerë, ndër të cilët e patronazhistë që e urrejnë drejt për drejtësinë time dhe s'kan ku të m'kapin. Se unë nuk jam hipokritë vlla, unë e bëj për veten time. E bëj për ata miqtë e mi që më pritën Parma dhe në Pisa, që s'vin dot në Shqipëri. E bëj për ata që më kanë ftuar në Angli, e bëj për ata që më kanë ftuar në Rom, e bëj për ata që më kanë ftuar në Amerikë. A kupton? Kështu që vllai, respektën. Edhe dhe po thoyash, po, që koncepti është që ky brezi ka lindë në liri. Jeton në një realitet të pamundur dhe vetmja gjë që mendojnë është si do ikin nga ky vend. Dhe realisht Gen Z-a është një gjenerat e projektuar nga ky plan djallëzor që të largohen nga Shqipëria dhe ky vend të kthehet në Izrael, një rit shoqërisë së hapur. Në një vend pa shqiptar, me kolon nga Izraeli, pa kënaqur me jetën atje, që kanë bërë gati sklevet e tyre nga India dhe Filipinet, për arsye që kemi shpjeguar një mirë në këtë podcast për një vit. Tani koncepti është pse Zoti do të ishte kaq i padrejtë në një popull që ka lindur liri, që janë brezëri, cilët nuk janë fajtor për fajin e madh që kanë prindrit e tyre, që u ndërtuan këtë rreth. Dhe unë sa harroj kur fajin e prindërve në vitin 2018 vjetor, kur dola ke Fox News dhe thash, nuk ka gjë më të poshtër, thash, më të ulët, që të gjithë prindrit dalin, diskutojnë, inshallah po na shpëtojnë rinia studentore nga Edi Rama. Prindër që presin të shpëtojnë nga fëmijët që janë në moshë fuqishme, ku fëmijët janë ende në përgatitje, që janë akoma në shkollë, që do të shpëtojnë prindrit, këta prindër nuk e meritojnë as shpëtimin dhe as lirin. Sepse është prindi që të kujdeset për fëmijë dhe fëmia është student, është akoma i ri, është akoma që ka nevojë për mbështetjen e prindit. Siç bënte batut humori miku jon dje Sadri Meri, thoshte kur ngelen gjithë pa celular dhe e përshëndes sot kanë nxjerrë dhe podcastin e dieshëm që bëm, emisionin e dieshëm që bëm. Ma dërgoj do ta shikoj pastaj. Po. Ja rekomandoj gjithëve ta shohin se ka tema interesante dhe debat shumë interesant. Sadria bën një super emision në Kosovë. Juve mi që keni qef të domethënë që ndiqni Tru podcastin, ju lutem të dashur miq, mund të ndiqni edhe Kojshia Show në YouTube, t'i bëni subscribe sepse do kënaqeni. Është shumë lezetshëm. Është me të vërtetë shumë i lezetshëm Sadria. Është me të vërtetë mik i mirë dhe e ka zemrën e madhe shumë, do vetëm me ndat mirën, nuk e shef vetëm me marr, po jep merr. Kështu që jeni juve Tru podcastet, mund t'i bëni sipas dëshirës të gjithë, mund t'i bëni në një subscribe, ta ndihmojmë vllajën ton të marrë pak audiencë shqiptare të Shqipërisë, ai shqiptare e ka, ne nuk jemi tek
Unë dhe Altini nuk hym tek ata njerëz që mendojmë se ka kom kosovar apo jo avokat. Nuk besoj se ndryshove tash. Urdhë, ç'është unë kam një jetë që flas për kombin shqiptar dhe që çdo përpjekje për të na përçarë është përpjekje serbe par excellence dhe e konfirmuar me dokumentacion historik. Të gjitha arkivat vërtetojnë që serbët kanë shpikur termat e përçarjes tonë veri jug, kanë shkruar për përçarit kosovar, shqiptar e kështu me radhë. Jemi të gjithë një komb, një lloj, një histori dhe thjesht na kanë coptuar dhe ne po luftojmë që ribëhemi prap duke u bashku. Nëse kalojmë ke argumenti kryesor që depsha për pjesën e rinisë dhe brezit tjetër. Tani, në atë kohë, më fal se më kujtu ke batuta e Sadriut. Sadriu tha, prindit janë njerëz të mirë, tha duhet të doni shumë se ata ju paguajnë internetin. Ka të bëjë me një lloj humori që ka të bëjë me mënyrën se si është konsideruar raporti brezave në Shqipëri dhe në Kosovë dhe kudo tjetër. Po duke mos harruar gjë që ky brez i dha shpirtin kësaj proteste. I dha zemrën, po i dha mbi gjitha dhe arsyen për të dalë. Brezi që ka lind vitin 90 e këtej, çdo thot. Brezat e moshës 36 vjeçare e poshtë, pra përfshi edhe ty shpend, përfshi Gracianën, Andrean e shumë tjerë, Vilsonin e tjerë. Ju keni lind deri. Ju nuk keni faj për këtë shoqëri që krijuam ne për ju. Tani pyetja është pse duhet të jeni dhe ju të mallkuar? Kjo është pyetja. Pse dhe ju duhet të jeni viktima? Bëra një intervistë për Belgjikan avokat që nga revolucioni Flamingo ja plasa Albanian Spring, se ti e di që unë e quaj pranvera shqiptare këtë. Flamingo është thjesht një kartë që ne po e përdorim për të mbajtur Europën, po nuk besoj se neve jemi në stadin e zviceranëve apo të suedezëve apo të norvegjezëve që kanë 200 vjet që kanë zhdukur gënjeshtrën dhe të merren me ca zogja dhe disa shpend të cilët janë shumë të rëndësishëm, po nuk janë primar. Unë besoj që në një krizë buke, unë do hiqa bukën time për fëmijën, sepse ai është më i rëndësishëm se sa unë. Të njëjtën gjë me këtë lloj, si thëmon, me këtë lloj ravizimi, shikoj edhe këtë protestë. Pra, kërkesa ime dhe e shumë njerëzve që mendojnë si unë, legjitime është ndryshimi i kodit elektoral, është ëmbra e akilit e sistemit të Ramës dhe Berishës. Ku të dy këta zotrind çuan Oert Bylykbashin dhe Damian Gjiknurin dhe hartuan atë kodin e përbindshëm, që është vdekja e demokracisë shqiptare. Nëse ishën në gërhamat e fundit, demokracia shqiptare vdiq me atë kod. Dhe asnjë lloj ligji i shfuqizuar, as edhe një lloj kërkese tjetër nuk mund të implementohet pa ndryshuar kodin elektoral, i cili do sjellë zgjedhje të tjera, zgjedhje të ndryshme. Sepse njerëzit duhet ta kuptojnë që drejtësia nuk vendoset nga sheshi, politika nuk vendoset nga sheshi. Të bërit politik është art, pra duhet krijojmë kushtet që neve të implementojmë kërkesat tona. Dhe kërkesat tona është kur ajo kutia e votimit të bëhet gjëja jote më e shenjtë. Ardh dita avokat që shqiptarët do bëhen si amerikanët, që në momentin kur e pyet amerikanin për kë do votosh ti, mund të nxjerrë dhe shotgunin, sepse ti je duke i cënuar të drejtën primare të tij për të hedhur votën për këtë i doj Rama. Më kupton shpendin? Qartë, 100%. Vota është arma kryesore në demokraci. Ajo është arma jonë. Vota. Ne duhet të garantojmë votën, që mos nxjerrim Rama dhe Berisha më. Pikërisht në këtë logjik po shpjegoja që ky brez i ri, që nuk ka arsye të jetë i mallkuar, pyetja është çfarë shpëtimi kishte përveç se tikte. Dhe ne kishim një periudhë gjatë kohë që analizonim çdo gjë. Dhe një 3 ditë para se të ndodhin gjërat në Fërnes, ne thirrëm një tubim, një takim, një mbledhje të një grupi njerëzish me idenë të kryejnë një lëvizje patriotike me sloganin Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve.